Shtetit të fëmijëve, administratori i shtatit, ndry plaku i fshatit ta marr. Benvenuti. Baba, po ishte diku unë do të nisem tjetër lejra një. Feeling like a stroke. Similar, exactly. Welcome to the mayor of Guatemala and his staff. Thank you. Yes, yes, Erde. Welcome. Welcome in our home. Nderuar trupat diplomatike e akredituar në vendin tonë. Mirë se keni ardhur në malsinë tonë të madhe, me zemër të madhe e me ëndra të mëdha. I nderuar kryetari i bashkisë, zoti Tonin Marinaj, e nderuar zëvendës ministre për Europën dhe punët e jashtme zonja Megi Fino, të nderuar të ftuar, ju përshëndesim dhe mirë sumblodhëm të gjithë bashkë në tamarin piktoreske në qendër të Këlmendit. Fillimisht i japim fjalën kryetarit të bashkisë, zotit Tonin Marinaj. Të nderuar pjesëmarrës. Unë pikë së parit duhet falenderoj Ministrin e Evropës, zotin Ferit Hoxha, i cili ishte iniciator së bashku me ekipin e tij, që trupa diplomatike të bëjnë një vizitë në Malsinë e Madhe. Që unë dhe populli i Malsisë së Madhe jam i bindur se ta vlerësoj së shumtit. Njëkohësisht duhet falenderoj dhe të përshëndes zëvendës ministren e jashtme dhe të Evropës, Megi Finon, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të vendeve të akredituar në Republikën e Shqipërisë. Miq e të ftuar, është një kënaqësi shumë e veçantë që mirëpres sot në Malsinë e Madhe. Pikërisht në Tamar, porta hyrëse e bukurive mahnitse, malore dhe njerëzore të kësaj treve krenare dhe mikpritse, që në herën e parë ju uroj mirëseardhjen dhe shpresoj e besoj do të kalojmë së bashku disa orë të këndshme, me të bindjen që kjo vizitë juaja të kthehet në një traditë të përvjetshme. Malsia e Madhe është një trevë me vlera të rralla, të trashëguara ndër shekuj nga brezin e brez. Bujaria e mikpritja jon personifikon më së miri se kudo me shprehjen shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Për shumë nga ju, sot është hera e parë që vini në Malsinë e Madhe, e pa dyshim jeni miqit tanë. Kur të riktheheni në treven tonë, do të ndjeheni jo më miq, por si në shtëpinë tuaj. Ndoshta nuk keni dëgjuar dhe aq shumë për Malsinë e Madhe, por me siguri për xhubletën dhe lahutën po. Nuk ka dyshim se dhe poeti yt kombëtar, Atë Gjesfishta, pikërisht këtu ka marrë frymëzimin edhe për kryeveprën e tij, Lahuta e Malsisë. Ky vend ka qenë për herë kontributor edhe për fatet e Shqipërisë. Akoma pa u shpallur zyrtarisht pavarësia e Shqipërisë në Vlorë me 28 nëntor 1912 në majën e Bratilës në Sudeshicit, u ngrit flamuri kombëtar me 6 prill 1911. Për herë të parë pas ngritjes së tij në Kruj me 28 nëntor 1443 nga Gjergj Kasioti Skanderbeu. Këto pak rrjeshta për treguar shumë pak nga ajo që përfaqëson Malsia e Madhe, malsorët edhe në historinë e Shqipërisë dhe shtetformimit të saj, për natyrën,
bukuritë e saj, por edhe investimet e dorës së njeriut. So not Besoj all, se nuk keni nevojë t'ua përshujon. Ato i shihni këto e duhet t'i shihni edhe në vimësi dhe gjatë qëndrimit tuaj. Sa do të përpisjem t'ua tregoj me fjalë, është e pamundur të përshkruhen ato që ju sheh syri. Përmes kësaj mbështetje direkt apo indirekt, ka qenë përfituese dhe malësia e madhe. Kështu që falënderimi jem është i dyfisht. Edhe një herë ju falenderoj për pranimin tuaj sot malësinë e madhe dhe sërish shpreh urimin që një aktivitet i tillë të jetë i përvjetshëm jo vetëm në Tamare, por edhe në zona të tjera që ka kjo trevë të pafundme. Qëndrim të këndshëm në malësinë e madhe, shpresoj që për ata që vinë për herë të parë të jetë çelje e një rrugë. Du të ftoj në fjalën e rastit zëvendësministren e jashtme, zonjën Megi Fino. I would like to invite for the award Deputy Minister Të vinë for për herë të Europe, parë Megi këtu, Fino. apo Nderuar zoti kryetar i bashkisë, shkëlqësi ambasador, të dashur koleg, të dashur pjesëmarrës, në radhë të parë dëshiroj t'ju falenderoj për mikpritjen dhe në emër të Ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, zotit Ferit Hoxha, t'ju kërkoj dhe ndjes që u desh të shkëputej për këtë pjesë të agjendës dhe do na bashkohet sërish në mbasdite për shkak të një angazhimi të paplanifikuar. Now I'll keep it very brief and in English. I know there's a burning sun, but for many years this area has been relatively isolated despite its extraordinary natural beauty and rich cultural heritage. But I think today we're all witnesses that Tamara stands as an example of how investment, connectivity, and local vision can create new opportunities while preserving the character and traditions that make this place unique. Beyond its stunning landscapes, this area embodies values that are deeply rooted in Albanian society, and that is hospitality, resilience, coexistence, and a strong sense of community. These are values that also guide Albania's engagement with its international partners and friends. I believe visits such as these are extremely important because they allow us to see another side of the country beyond our official agendas. And they help us better understand the communities, the traditions, the culture, and aspirations that shape Albania and our vision today. So thank you all for being here and for your continued friendship and partnership with Albania. And I wish you a wonderful visit, insightful engagement and conversations, and a very enjoyable day today in the north of Albania. Thank you very much. Të nderuar ambasador, të nderuar miq të Shqipërisë, mirë se vini në këtë aktivitet të shkurtër artistik, ku historia flet pa fjalë, ku fjala bëhet këngë vadhe e traditës, e cila ushqen tiparet më të shënësishme të trashëgimisë son identitare, kulturore e historike. Sot, përmes këtij aktiviteti, nuk do të tregojmë vetëm se nga vim, se cilat janë rrënjët tona, se si ne jemi përpjekur të ruajmë ekzistencën tonë ndër breza. Sot, duam t'ju tregojmë ku duam të shkojmë, se cila është ëndra për të cilën aspirojmë. Le të nisim udhëtimin tonë nga jehona e parë e maleve deri tek zëri i përbashkët i Europës. Në hershmërinë tonë, para fjalëve ka pasur gjithmonë një thirrje. Thirrja që mbjellte burrat në luftë apo në kuvent, kur kishte ngjarje të bukura të trishta, ngjarje rutinë apo të rëndësishme si sot. Le të dëgjojmë bashkë thirrjen e parë të këtyre tokave, zërin që mbante gjallë trimërinë dhe traditën, zërin që mbante gjallë këngën dhe lahutën, ku malsori këndonte historinë e vet, atëherë kur s'kishte as laps as letër. Po qënë zoni mëre Hajde një kuven, se ka nërë miq gabotan kelmen mëre Në malet tona ushtën zoni, malsori fort, por si shkami, buk e kryp e zemër burjare, mirë se u ka pru zoti, malësit e male.
E pa lafte pa e bojno e para gova e nuk mbrohej vetëm me pushk, mbrohej edhe me familje, me besën e dhënë para Zotit e njerëzve. Rituali i dasmës në këtë anë nuk është vetëm fest, është betim, është themeli i shtëpisë shqiptare, është themeli i vazhdimësisë. Ja si lidhej djali me vajzën, ja si lidhej brezi me brezin. O Gjever, hajde me renusën.
Anita Bunjaj, qof zotin në fak, këthëm ka djath. Gjever, shëj se vjen vit. Nusja jo në bore, shtatin e si sokole. Nusja jo në bore, shtatin e si sokole. Nusja jo në shkade, kara i fili barde. Nusja jo në shkade, kara i fili barde. Nusja jo në dere, kara i fili mere. Nusja jo në dere, kara i fili mere. Oj nuse kunata jone, oj nuse kunata jone. Mirë se erdhen sarajn tone, mirë se erdhen sarajn tone. Aty gjetej tuf me deshe, aty gjetej tuf me deshe. Ata janë parnit punete, ata janë parnit punete. Aty gjetej tuf me pata, aty gjetej tuf me pata. Ata janë bardhat punata, ato janë bardhat punata. Sa bukur na ka dalë nusja, marshallah, marshallah. Sa bukur na ka dalë nusja, marshallah, marshallah. Pas ka shatin e si se livije, marshallah, marshallah. Pas ka shatin e si se livije, marshallah, marshallah. Pas ka gojen e si kutije, marshallah, marshallah. Pas ka gojen e si kutije, marshallah, marshallah. Për pak fushë disa male, nuk po I thonë maqësi e madhe, por e madhe është bujaria
ku e muremnin malësia. Për pak fushë disa male, nuk po I thon malësia e male, nuk po I thon malësia e male, por e male është bujaria, ku e mur emrin malësia, ku e mur emrin malësia. Ashtë e male kulla e gurit, por me male besa e gurit, ja lehvan e nere shpis, ja ka dhan emrin malësis. Ashtë e male kulla e gurit, por ma I manderi flamurit, ja lehvan e lok trimëris, ja ka rit emrin malësis. Për një lumë që zbret në rëzaje, nuk po I thon malësia e male, nuk po I thon malësia e male, por e male është besin I këria, ku e mur emrin malësia, ku e mur emrin malësia. Ashtë e male kulla e gurit, por me male besa e gurit, ja lehvan e nere shpis, ja ka dhan emrin malësis. Ashtë e male kulla e gurit, por ma I manderi flamurit, ja lehvan e lok trimëris, ja ka rit emrin malësis.
ti sërish e gjadhëron, vllazërohet njerëzia, flatra jote ku do shkon, se atë që mbyt mërzia, ti sërish e gjadhëron, vllazërohet njerëzia, flatra jote ku do shkon. Të nderuar miq, ju lutemi pranoni këtë kujtim nga malësia jonë. Siç e shihni është stampuar, xhubleta rrënjë e identitetit, punë e gruas malësore, lahuta zëri që mbajti gjallë historinë. Dhe së brende është një copë nga toka jonë, dora e njeriut dhe shija e shtëpisë malësore. Të dashur miq që na shoqëruat në këtë udhtim të shkurtër tonin, nga thirrja malësore të hymni i Europës, kjo është rruga jonë. Këta jemi ne, me krenarinë së kaluarës dhe me ëndrrën e së ardhmes. Ëndra për një Shqipëri që hyn në familjen e madhe europiane, jo si mysafir, por si në shtëpinë e vet. Faleminderit që ishit pjesë e këtij udhëtimi nga rrënja te horizonti. Thank you for being part of this